محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Të ndërshëm besimtar, falënderimi i takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut që mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Jemi në vazhdimin e shpjegimit të ajeteve dhe haditheve të cilat flasin dhe tregojnë për obligoshmërinë dhe vlerën e disa ibadeteve të veçanta që Allahu subhanahu wa taala i ka bën këtë kohë, ose Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur para se të ardhë dita e Kurban Bayramit. Për tyre, në javën e kaluar përmendëm vlerën e haxhit, kurse sot me lejen e Allahu subhanahu wa taala do t'i përmendim argumentet të cilat i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith për vlerën e 10 ditëve të para të Dhul-Hijjes. Ato janë 9 ditë para Kurban Bayramit edhe dita e para Kurban Bayramit. Është Allahu subhanahu wa taala i cili i zgjedh disa njerëz nga disa njerëz të tjerë, vlerëson edhe disa kohë nga disa kohë të tjera, disa vende nga disa vende të tjerë. Për tyre Allahu subhanahu wa taala i ka zgjedh, i ka vlerësuar dhe i ka dalluar më tepër të 10 ditë e para të muajit të Dhul-Hijjes. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allahu subhanahu wa taala është ai i cili krijon çka dëshiron edhe zgjedh çka dëshiron Allahu subhanahu wa taala me vlerësue më shumë se diçka tjetër. Ma kana lahumul khiyara. Krijesat nuk kanë të drejtë me tregue se çka është më e vlefshme se sa çka. Kjo është e drejta e Allahu subhanahu wa taala. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Përfundon ajeti: i madhreshëm është Allahu subhanahu wa taala dhe i lartë nga ajo që ata të tjerët i bëjnë shok, i bëjnë rivalitet e Allahu subhanahu wa taala. Prej llojit të rivalitetit ose prej llojit të shirkut në Allahu subhanahu wa taala është edhe me vendos ndryshe me atë që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, sikurse janë vlerësimi ose përcaktimi i kohëve ose i vendeve ose i njerëzve të veçantë. Për shembull, ne jemi robë të Allahu subhanahu wa taala dhe nuk kemi të drejtë me u dhënë vlerë ditëve të cilat dëshirojmë ne. Por ditave u jep vlerë vetëm atyre të cilave dëshiron Allahu subhanahu wa taala ti vlerësoj mbi disa ditë të tjera. Për shembull,
Allah subhanahu wa taala ka vlerësuar ditën e Xhumë ma shumë se sa ditët e tjera të javës. Kushdo prej njerëzve që e vlerëson një ditë tjetër përveç ditës Xhumë, ma shumë se sa ditën e Xhumë, ka bërë shirk në Allah subhanahu wa taala. Me thonë, jo dita e Xhumë, por është dita e mërkur, ma vlefshme se sa e Xhumaja, ose dita e honës e të tjera. Dhe kjo është shirk në Allah subhanahu wa taala në vlerësimin e ditëve mbi ditët e tjera. Dhe kjo është kuptimi i të qenurit të Rabbi Allah subhanahu wa taala dhe zbatimi urdhave që vijnë prej Allahut. Ne nuk gëzohemi veç për atë që Allah subhanahu wa taala ka leju mu gëzu, nuk e urrejmë vetëm sa atë që Allah subhanahu wa taala ka leju dhe ka urdhëruar me urrejt, nuk vlerësojmë vetëm atë që ka vlerësuar Allah, nuk e nënshmojmë vetëm atë që ka llogaritë të nënshmuar Allah dhe të tjera. Për këtyre janë vlerësimi dhe ditëve të Dhul-Hijjës që Allah subhanahu wa taala e ka përmendur në librin e tij në Kur'an. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wal fajri wal layalin 'ashr." Betohem thot Allah subhanahu wa taala në mëngjesin dhe në 10 ditët. Komentatorët e Kur'anit kanë thonë këto 10 ditë të cilat i ka përmendur Allah subhanahu wa taala janë 10 ditët e para të Dhul-Hijjës, ose për me kuptu ma mirë 9 ditë para ditës e Kurban Bayramit dhe dita e Kurban Bayramit të cilat së bashku bojnë 10 ditë. Të ditë Allah subhanahu wa taala i ka vlerësuar për të mirën e njerëzimit, në mënyrë që njerëzit me veprua vepra të mira në të dita dhe shpërblimi për atë vepra është më i madh se sa në ditët e tjera. Sikur që janë veçimi dhe të nëtëve të muajit të fundit të muajit Ramazanit, shpërblimet dhe ibadetet vlerësohen më lart dhe më shumë te Allah subhanahu wa taala. Këto janë veçimi 10 ditëve në të cilat shpërblimi për veprat e mira është shumë më i lartë te Allah subhanahu wa taala. Pastaj këtë ditë Allah subhanahu wa taala i ka bërë si ofertë për besimtarët me u pendu, me u kthy te Allah subhanahu wa taala prej gabimeve që i kena bë, me kërku falje Allah subhanahu wa taala dhe me u përmirësu, nga se dera e pendimit te Allah subhanahu wa taala është gjithmonë e hapur dhe kushdo prej besimtarëve që ka bë gabime dhe kushdo prej pabesimtarëve që ka bë pa besim e ka derën e hapur me kthy te Allah subhanahu wa taala dhe me u pendu, kurse Allah subhanahu wa taala e pranon pendimin. Allah subhanahu wa taala vet ka thirrë në Kur'an me u pendu: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Thot Allah subhanahu wa taala: pendohuni te Allah të gjithë ju, o besimtarë, la'allakum tuflihun, në mënyrë që të shpëtoni në ditën e Kiametit, në ditën e ringjalljes, kur dalim para Allah subhanahu wa taala dhe japim llogari. Kurse në një hadith të cilin e transmeton Imam Tirmidhiu, hadithin me shprehje të ngjashme e transmeton edhe Imam Buhariu në Sahihun e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma min ayyam", nuk ka ditë më të mira, më të vlefshme, "an al-amal as-salih fiha afdal minhu fi ghayriha", dhe se veprimi i veprave të mira është më e vlefshme se sa jashtë këtyre ditëve, se sa në muajin e Dhul-Hijjës. Qalu, sahabët thanë: "Ja Rasulullah, o dërguari i Allah subhanahu wa taala, o al-jihadu fi sabilillah, as lufta në rrugën e Allah subhanahu wa taala nuk është më e vlefshme se sa veprat e mira në këto 10 ditë?" Qal, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala al-jihadu fi sabilillah." As jihad në rrugën e Allah subhanahu wa taala nuk është më i vlefshëm se sa ibadetet në këto 10 ditë. Përveç se veçon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rajul, një njeri që ka dalë prej shtëpisë vet, bi malihi wa nafsi, në rrugën e Allah subhanahu wa taala me pasurinë e tij edhe me veten e tij, dhe nuk kthehet më me kur gjatë të shtëpia vet, po shkon te Allah subhanahu wa taala i vetmi ky
person i akalon atyre të cilët bojnë ibadete në këtë dita. Nëse shikohet dhe analizohet mirë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptimet e këtij hadithi janë të shumta. Prej tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të hadithit thot: "A'dhamu ayyam fi dunya", janë ditët më madhështore në dunjë. Nuk ka dita më madhështore te Allahu subhanahu wa taala se sa këto 10 ditë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat e zakonshme që i bën në ditët e tjera, në këto dita kanë shpërblimin shumë më të madh. Është e njëjta vepër, është i njëjti ibadet, por për shkak të vlerës që Allah subhanahu wa taala ka dhënë kësaj kohe, njëjtat ibadete vlerësohen shumë më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Çështja tjetër është besimi i sahabëve, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi përmend disa herë. Besimi i sahabëve është shumë i rëndësishëm për neve, për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Nëse besoni ju çish kanë besuar sahabët, jeni në rrugën e drejtë. Wa in tawallaw, nëse jeni ndryshe, fa innama hum fi shiqaq, atëherë jeni në humbje edhe në devijim. Pse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka vepra më të mira se sa veprat në çdo ditë, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në pyetjen e tyre, qalu ya Rasulullah, ka thonë i dërguari i Allahut, wala al-jihadu fi sabilillah, as jihadu në rrugën e Allahut. Që do të thotë se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë ditë në një vepër më të rëndësishme se sa jihadi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është besimi i tyre. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë mushrikët me emra dhe mbiemra duke qenë ata të vdekur, o filan i biri filonit, o filan i biri filonit, o filan i biri filonit, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, a keni gjetë ata që ka premtuar Allah? Fa nahnu qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, se na gjetëm atë që na ka premtuar Allah, ajo ishte fitura në Bedër. Besimi i sahabëve ka qenë, më njëherë kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o dërguari i Allahut, pse po ju flet të vdekurve kurse të vdekurit nuk ndëgjojnë? Ky besimi i sahabëve është shumë më rëndësi me ditë për neve. Të vdekurit a ndëgjojnë a nuk ndëgjojnë? Besimi i sahabëve është se nuk ndëgjojnë. Por këto kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pse po ju flet këtyre kurse këta nuk ndëgjojnë? E kur kanë mësuar sahabët se të vdekurit nuk ndëgjojnë, në librin e Allahut, në Kur'an, thot Allah subhanahu wa taala: "Wa ma anta bimusmi'in man fi al-qubur", o Muhammed, ty nuk ndëgjojnë ata që janë në varreza. "Wa ma anta bimusmi' innaka lan tusmi' al-mauta", ti o Muhammed nuk mundesh me të ndëgjuar ata që janë të vdekur. Kjo është besimi i sahabëve se kanë lexuar në librin e Allah subhanahu wa taala. Edhe për këtë i pyetin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pse po flet atyre kurse ata nuk ndëgjojnë? Dhe shtrohet pyetja, pse pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka folur të vdekurve, kurse në Kur'an Allahu ka thonë se nuk ndëgjojnë të vdekurit? Përgjigjja vjen vetëm nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë ahyahumullah. Kjo është veçori mrekulli për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se të vdekurit nuk ndëgjojnë, por në këtë rast Allah subhanahu wa taala i ka bërë mushrikët me ndëgjue si dënim për ta nga thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë për ata në çmim, a gjetën dënimin e Allahut për shkak se ne gjetëm fitore. Nuk ka ditë më të mira se sa 10 ditët e Dhulhijhes, dhe nuk ka vepra më të rëndësishme dhe më të mira se sa veprat në këto dita. Qalu ya Rasulullah, sahabët thanë i dërguari i Allahut, wala al-jihadu fi sabilillah, as lufta në rrugën e Allahut. Qala wala al-jihadu fi sabilillah, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. As lufta në rrugën e Allahut nuk është e vlefshme më shumë se sa ibadetet në këto 10 dita më përjashtim të atij i cili del me pasuri dhe me trup, nga se ndihma në rrugën e Allahut subhanahu wa taala bëhet në forma të ndryshme, me pasuritë e tyre, me jetët e tyre, por ata të cilët e bashkojnë kontributin e pasurisë edhe jetën e tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, nuk ka diskutim se ata janë për njerëzve më të mirë. Nuk ka popull
i cili nuk e vlerëson luftën e vet, edhe kështu duhet me qenë. Nuk ka popull i cili nuk e vlerëson luftën e vet që e ka bërë popull, edhe kështu duhet me qenë. Nga se është kulmi i sakrificës, qoftë ajo tjetë për ta e drejtë ose gabuar është sakrificë e tyre. Në përjashtim të disave të cilët vetës së tyre u thonë musliman, dhe mendojnë se kanë shqiptuar shahadetin, por e urrejnë këtë veprimtari dhe urrejnë ata të cilët kontribuojnë me jetët e tyre dhe me pasuritë e tyre që fjala Allah subhanahu wa taala të jetë më e larta. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këto dita përcakton edhe ibadetet e veçanta, fa akthiru, shpeshtoni fiha, në këto dita e tehlil, duke thënë la ilaha illallah, o tekbir, dhe duke thënë Allahu akbar, dhe duke thënë subhanallah. Pra prej ibadeteve më të veçanta në këto 10 dita, e cili është ibadet i lehtë, nuk kërkon shpenzim, as nuk kërkon lodhje fizike, as nuk kërkon asnjë gjë, është vetëm shqiptimi sa më shpesh të fjalëve la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Pra prej momentit që fillojnë këto 10 dita, në të kujdeset gjithë secili prej neve që gjuhët e tona të jenë të angazhuara me fjalën la ilaha illallah. Nuk meriton kërkush të adhurohet përveç Allahut. Allahu akbar. Allahu subhanahu wa taala është më i madhi, subhanallah. Allahu subhanahu wa taala është i patemete, është i lartësuar. Çdo 3 fjalë të lehta për gjithë secilin prej neve, por të rëndësishme në peshore në Allahu subhanahu wa taala më shumë se sa me luftim rrugën e Allahut. Dhe nuk ja ka lënë këtyre fjalëve veç sa ai i cili del rrugën e Allahut me pasurinë e vetë dhe mjetën e vetë nuk thehet më. A dëshiron dikush më mrihet që të shpërblim që për shumicën e njerëzve është i pa imagjinueshëm, se jo i pa arritshëm, është me 3 fjalë të lehta, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Pastaj ka edhe ibadetet e tjera, për tyra agjërimi këtyre ditëve, ose agjërimi disa prej ditëve. Kush ka mundësi me agjëru të gjitha nom, për shkak se dita Kurban Bayramit nuk lejohet me agjëru, në të agjëron të gjitha. Kush ka mundësi me agjëru të gjitha, të agjëron një ditë, po një ditë jo. Kush ka mundësi të paktën të agjëron ditën e Arafatit, për vlerën e të cilës me lenë Allah subhanahu wa taala do të flasim në xhuman e ardhshme. Kush ka mundësi me fal namaz nafile, të bën atë. Kush ka mundësi me ndihmu fukarave, yetimave, njerëzve që kanë nevojë, të bën atë. Kush ka mundësi çfarë do lloj kontributi, i cili shkon në dobi të besimtarëve, dhe Allah subhanahu wa taala ka vlerësuar librin e tij, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, në ta bën atë, dhe shpërblimi për to është shumë i lartë te Allah subhanahu wa taala. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.